Kapitulli 3. Ferma e kafshëve. E si su lodhën, e si su djersitën kafshët për të korrur sanën. Për përpjekjet e tyre u shpërblyen, sepse e kora ishte një sukses dhe më i madh nga sa kishin shpresuar. Me raste puna ishte e rëndë. Veglat e punës ishin konceptuar për qenie njerëzore dhe jo për kafsh, dhe ishte pengesë e madhe fakti që asnjë kafsh nuk ishte në gjendje të përdorte ndonjë vegël që kërkonte qëndrimin drejt në dy këmbët e pasme. Por derat ishin kaq të zgjuar sa ja dinin të gjenin zgjidhje për çdo vështirësi. Nga ana tjetër, kuajt njinin çdo pëllëm të fushës dhe në fakt e kuptonin punën e mbledhjes dhe shirjes shumë më mirë nga sa e kishin mësuar ndonjëherë punëtorët e Jonesit. Derat nuk punonin në të vërtetë, por drejtonin dhe mbikëqyrnin të tjerët. Me njohuritë e tyre superiore ishte natyrshme që ata të merrnin udhëheqësinë. Bokseri dhe Cloveri arrinin të mprenin veten te kosja apo te krëri. Natyrisht në këtë ditë nuk kishte nevojë për fer apo për kapsitra, dhe të ecnin lart e poshtë fushës, ndërsa një derr ecte pas tyre duke bërtitur her pas here: "Nxito shok" ose "Ktheu pas shok, si të vinte puna." Dhe të gjitha kafshët, deri te më të shpejtat, punuan për të kthyer kashtën e për ta mbledhur atë. Edhe papat dhe pulat punuan fort gjithë ditën në ndjell, duke bartur me sjep tupfa të vogla kafshë për të mbledhur. Në fund, kafshët e përfunduan të korrën 2 ditë para kohës që zakonisht i nevojitej Jonesit dhe burrave të tij. Për më shumë, kjo ishte e korra më e madhe që kishte parë ferma ndonjëherë. Nuk shkoi dëm asgjë. Pulat dhe patat me sytë e mpret patën mbledhur edhe fijen e fundit të kashtës, dhe asnjë kafshë në fermë nuk vodhi as edhe një kafshë të vetme. Për gjatë të gjithë asaj vere, puna në fermë eci sahat. Kafshët ishin të lumtura, siç nuk kishin imagjinuar ndonjëherë të ishin. Çdo kafshat ushqim ishte një kënaqësi e madhe, tani që ishte në të vërtetë ushqimi i tyre, prodhuar nga ata vetë për vetveten, jo dhënë nga një padron zevzek. Dhe, për shkak se paraziti i pavlerë njeri kishte ikur, kishte më shumë për të ngrënë për të gjithë. Kishte dhe më shumë kohë të lirë, sado të pa eksperienca që ishin në këtë drejtim. Kafshët u përballën me më shumë vështirësi. Për shembull, më vonë atë vit, kur mbaruan së korruri grurin, atyre ju desh të shinin atë në mënyrë tradicionale dhe t'i frynin për ta hequr kashtën për shkak se ferma nuk ishte makineri shirjeje. Por derrat, me mençurinë e tyre, dhe bokseri me muskujt e tij të stërfuqishëm i çuan përpara. Bokseri admirohej nga të gjithë. Ai jo vetëm që kishte qenë punëtor i madh në kohën e Jonesit, por tani dukej sikur punonte sa për 3 kuaj një herësh. Kishte ditë kur e gjithë puna në fermë dukej sikur mbahej mbi shpatullat e tij të fuqishme. Nga mëngjesi deri natën vonë, ai shtynte dhe tërhiqte, gjithmonë në vendin ku puna ishte më e vështirë. Ai e kishte bërë me fjalë me një nga gjelat që ta zgjonte çdo mëngjes një gjysmë-ore më herët se sa të tjerët dhe të bënte punë vullnetare për çfarëdo gjëje që ishte më e nevojshme para se të fillonte dita e rregullt e punës. Përgjigjja e tij ndaj çdo problemi, çdo pengese ishte: "Do të punoj më fort." Kjo u bë dhe motoja e tij personale. Gjithë secili punoi sipas aftësisë së vet. Për shembull, pulat dhe patat shpëtuan 5 tas me grur gjatë të korrave, duke grumbulluar kallin që ishin rrëzuar. Askush nuk villte, askush nuk ankoi për racionet dhe zënkat, kafshimet dhe xhelozit që patën qenë gjëra të zakonshme në jetën e ditëve të vjetra, pothuajse u zhdukën. Askush nuk i bënte bisht punës, ose pothuajse askush. Ishte e vërtet, Molly nuk ishte shumë e zonja që të çojë herët në mëngjes dhe gjithmonë gjente një mënyrë për t'u larguar nga puna më herët, duke thënë se i kishte hyrë një gur në patkua. Ndërsa sjellja e macës ishte shumë e çuditshme. Shpejt filloi të vijë re se kur kishte punë për të bërë, macja nuk gjendej askundi. Ajo zhdukej për orë me radhë, ndërsa rishfaqej më vonë kur vinte koha për të ngrënë ose mbrëmjeve kur puna ishte mbyllur. Ajo sillej sikur asgjë nuk kishte ndodhur.
por Macja ishte gjithashtu e zonja të jepte justifikime të jashtëzakonshme dhe u fërkohej me aq dashuri sa ishte pamundur të mos e besoje. Benjamini bablok, gomari dukej shumë i pandryshuar që nga koha e kryengritjes. Ai e bënte punën e tij në të njëjtën mënyrë të ngadaltë dhe të vendosur siç e kishte bërë në kohën e Jonesit. Nuk ishte bërë kurrë bish punës, por as nuk dilte kurrë vullnetar për punë shtesë. Mbi kryengritjen dhe arritjet ai nuk shprehte opinion. Kur pyetej nëse ishte më i lumtur tani që Jonesi kishte ikur, ai thjesht thoshte: "Gomarët e kanë jetën e gjatë, asnjë prej jush nuk ka parë një gomar të vdekur", ndërsa të tjerë detyroheshin të pranonin këtë përgjigje misterioze. Të dielave nuk kishte punë. Mëngjesi haj një orë më vonë se zakonisht, ndërsa pas mëngjesit mbahej një ceremoni e cila respektohej çdo javë rregullisht. Fillimisht bëhej ngritja e flamurit. Topi i Deborës kishte gjetur te dhoma e veglave një mbulesë të vjetër tavoline ngjyrë jeshile të zonjës Jones dhe kishte pikturuar mbi të një thundur dhe një bri në të bardhë. Ky ngrihej te shtylla e flamurit te kopshti para vilës së fermës çdo të diel në mëngjes. Flamuri ishte i gjelbërt, shpjegoi topi i Deborës për të përfaqësuar fushat e gjelbra të Anglisë, ndërsa thundra dhe briri nënkuptonin të ardhmen e Republikës së Kafshëve, e cila do të ngrihej kur raca njerëzore të jetë mposhtur më në fund. Pasi ngrihej flamuri, të gjitha kafshët ngriheshin te hauri i madh për një asemble të përgjithshme e cila njihej si takimi. Këtu planifikohej puna për javën në vijim dhe propozoheshin e debatoheshin rezolutat. Ishte gjithmonë derat ata që propozonin rezoluta. Kafshët e tjera të kuptonin se si duhet të votonin, por nuk arrinin kurrë të mendonin për të propozuar dhe vetë ndonjë rezolut. Topi i Deborës dhe Napoleoni ishin më aktivët në debate, por vije re se këta të dy nuk binin kurrë dakord me njëri tjetrin. Çfarëdo propozimi të hidhte njëri, ishte e sigurt se tjetri do ta kundërshtonte. Edhe kur vendosi diçka për të cilën askush nuk kishte kundërshti, si përcaktimi një livalli të vogël pas pemishtes si shtëpi për kafshët që nuk punonin dot më, kishte debat të zjarrt mbi moshën e pensionimit për secilën klasë kafshësh. Takimi gjithmonë mbyllej duke kënduar kafshët e Anglisë, ndërsa pas drekja ishte kohë e lirë. Derat kishin zënë dhomën e pajimeve si seli qendrore për veten e tyre. Këtu mbrëmjeve ata studionin Kovaçhanën, Marangozerin dhe sejet e tjera nga librat që kishin sjellë prej vilës së fermës. Topi i Deborës e mbajti veten të zënë gjithashtu në organizimin e kafshëve të tjera, në ato që ai quante komitetet e kafshëve. Ai nuk lodhej kurrë nga kjo. Krijoi komitetin e prodhimit të vezëve për pulat, lidhjen e bishtave të pastër për lopët, komitetin e riedukimit të shokëve të egër, qëllimi të cilit ishte që të zbuteshin mijtë dhe lepujt, dhe lëvizja e leshit më të bardhë për delet, si dhe disa të tjera përveç krijimit të klasave për të mësuar shkrim dhe lexim. Në përgjithësi, këto projekte ishin dështim. Për shembull, përpjekja për të zbutur kafshët e egra dështoi pothuajse që në fillim. Ato vijuan të sillen pak a shumë njësoj si më parë, ndërsa kur trajtoheshin me bujari, thjesht sa përfitonin. Macja u bashkua me komitetin e riedukimit dhe ishte shumë aktive për disa ditë me radhë. Ajo u pa një ditë e ulur në një çati duke folur me disa papagaj që gjendeshin fare pak larg saj. Macja u thoshte atyre se të gjitha kafshët janë tashmë shok dhe se çdo papagall mund të ulej në putrën e saj pa kurfar problemi. Papagajt i qëndruan larg. Gjithsesi, kurset kundër analfabetizmit ishin sukses më i madh. Nga vjeshta, pothuajse çdo kafshë në fermë kishte një farë aftësie në shkrim apo lexim. Sa për derat, ata sa kaq mund të lexonin dhe të shkruanin shumë mirë. Qentë mësuan të lexonin goxha mirë, por nuk ishin të interesuar të lexonin asgjë tjetër përveç se 7 urdhëresat. Murieli, dhia, mund të lexonte disi më mirë se sa qentë, ndërsa me raste lexonte për të tjerët gjatë mbrëmjeve nga copa gazetash që kishte gjetur në gropën e plerave. Benjamini mund të lexonte po aq mirë sa derat, por nuk e ushtroi kurrë këtë aftësi. Tha se për aq sa i dinte nuk kishte asgjë të vlefshme për të lexuar. Cloveri e mësoi të gjithë alfabetin, por nuk ishte në gjendje t'i bënte gërmat bashkë për të krijuar fjalë.
Bokseri nuk ishte në gjendje të shkonte përtej gërmës D. Ai arrinte të vizatonte A, B, C, Ç, D në pluhur me patkojën e vet dhe pastaj ndalonte për t'i parë gërmat me veshët e mbledhur pas, me raste duke tundur balluket e tij, në përpjekje me të gjithë fuqinë e vet të kujtojë se cila ishte gërma pasuese, por nuk ja dilte kurrë. Në shumë raste ai me të vërtetë ja doli të mësojë E, F, G, H, por në çastin që mësonte këto, zbuloi se kishte harruar ABC-n. Në fund, ai vendosi të ishte i kënaqur me 4 gërmat e para dhe i shkruante ato 1 apo 2 herë në ditë për të rifreskuar kujtesën. Molly refuzoi të mësonte ndonjë gërm tjetër përveç 4 gërmave që përbënin emrin e saj. Ajo i formonte ato shumë pastër me copa shkopinjsh dhe pasi i zbukuronte me 1 apo 2 lule, ecte përreth tyre duke i admiruar. Asnjë nga kafshët e tjera në fermë nuk arriti të shkojë përtej gërmës A. Gjithashtu zbulua se më budallaqet prej kafshëve të tilla si delet, pulat dhe patat ishin të paafta të mësonin 7 urdhëresat përmendësh. Pasi u mendua gjatë, Topi i dëborës deklaroi se të 7 urdhëresat mundet në praktik të reduktohen në një slogan të vetëm: 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. Kjo, u tha ai, mbarte parimin thelbësor të animalizmit. Kushdo që e kuptonte këtë të rësisht, ishte i mbrojtur nga ndikimi i njeriut. Zoq në fillim kundërshtuar për shkak se ai dukej sikur sugjeronte se edhe ata kishin 2 këmbë, por Topi i dëborës u avërtetoi atyre se nuk ishte kështu. Krahët e një zogu shok, tha ai, janë organ shtytje dhe jo manipulimi. Për rrjedhoj, ato duhet të konsiderohen këmbë. Shenja dalluese e njeriut është dora, instrumenti me të cilën ai bën të gjitha të këqijat. Zoq nuk i kuptuan fjalët të mëdha të Topit të dëborës, por ata e pranuan shpjegimin e tij, kështu që të gjitha kafshët më të thjeshta ju vun punës që të mësonin sloganin e ri përmendësh: 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. U shkrua në fund të murit të haurit mbi 7 urdhëresat dhe në gërma më të mëdha. Pasi e mësuan përmendësh, delet e pëlqyen aq shumë këtë maksim, sa po shkonin në fushë për të kullotur, fillonin të blegërinin: 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq, 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq, dhe vijonin për orë të tëra pa u lodhur kurrë. Napoleonit nuk u ndje për komitetet e Topit të dëborës. Ai tha se edukimi i më të rinjve ishte më i rëndësishëm se çdo gjë që mund të bëhej me ata që sa kaq ishin të rritur. Qelloi që Gjesi dhe Zilka Blu pollun shpejt pas të korrave të barit, duke lindur 9 këlysh të fortë të dyja bashk. Sapo ata ndaluan së piri qumësht, Napoleoni i mori dhe i largoi nga mamat, duke u thënë se ai vetë do të kujdesej për edukimin e tyre. Ai i mbajti te një papafingo ku mund të hyhej vetëm me një shkallë dyshe prej dhomës së veklave dhe i mbajti aq të veçuar nga pjesa tjetër e fermës sa gjithkush harroi që ata ekzistoshin. Misteri se ku përfundonte qumshti që milej u sqaruaj pak më vonë. Ai përzihej çdo ditë me qullin e derrave. Mollët e hershme tashmë po piqeshin, ndërsa bari i pemishtes u mbush me mollët e rëna. Kafshët supozuan se natyrisht këto do të ndaheshin në mënyrë të barabartë. Gjithsesi, një ditë urdhëri doli që të gjitha mollët e rëna të mblidheshin dhe të dërgoheshin derrave te dhoma e veglave. Në këtë rast disa kafshë murmuritën, por nuk ndodhi gjë. Të gjithë derrat ishin në dakordsi të plotë në këtë pikë, madje edhe Topi i dëborës dhe Napoleoni nuk debatuan. Zëmpreti u dërgua që të jepte sqarimet e nevojshme. Shok, bërtiti ai. A nuk e imagjinoni dot se ne derrat po e bëjmë këtë jo për vete dhe as për privilegj? Shumë prej nesh në fakt nuk e pëlqejnë qumshtin dhe mollët. Unë vetë nuk e pëlqej. Arsyeja e vetme sepse ne po i marrim këto gjëra është që të ruajmë shëndetin. Qumshti dhe mollët, kjo është provuar nga shkenca shok, kanë disa substanca të caktuara të cilat janë absolutisht të domosdoshme për jetesën e një derri. Ne derrat punojmë me tru. I gjithë menaxhimi dhe organizimi i kësaj ferme varet prej nesh. Ditë dhe natë ne jemi duke u kujdesur për mirëqenien tuaj. Është për të mirën tuaj që ne të pim qumshtin dhe të ham këtë mollë. A e dini se çfarë ndodh nëse ne derrat dështojmë në detyrën tonë? Jonesi mund të kthehet. Po, Jonesi mund të kthehet. Me siguri shok, bërtiti zempreti, gati duke u lutur
ndërsa lëvizte nga njëra anë në tjetrën duke tundur bishtin. A mos ndonjëri për jush dëshiron që Jonesi të kthehet? Në fakt, nëse kishte diçka për të cilën kafshët ishin tërësisht të qarta, ishte se ato nuk deshin që Jonesi të kthehet. Kur atyre ju shtrua çështja në këtë kënd vështrim, kafshët nuk patën më vërejtje. Rëndësia e mbajtjes së derave në shëndet të mirë ishte tepër e dukshme. Kështu u ra dakord pa debate të mëtejshme se qumshti dhe mollët e rëna, si dhe mollët e pa rëna kur të piqeshin, të rezervoheshin vetëm për derrat.